O për këtë jetë folna najsen, se për atë jetë nuk e din as ti as kërkush. Unë të flasë për këtë jetë, por të flasë edhe për atë jetë, sepse ajo jetë është më e rëndësishmja. Ajo është e përjetshme, kjo botë është kalimtarja. Në këtë botë duhet me punu shumë, si për këtë botë, por edhe për botën tjetër. Ndërsa pjesa që nuk e din as ti as kërkush, unë besoj në një Zot që është krijuesi i gjithësisë. Ky Zot na tregon në Kur'an se ka botë tjetër. Allahu i lartësuar nuk thot vetëm se të vërtetën. Ky Zot që çdo gjë që na rrethon tregon për ekzistencën e tij. Sytë e tu që shikon këtë video janë argument i qartë se Zoti ekziston. Kush mundet të krijoj kaq mirë, kaq perfekt sa Zoti i gjithësisë? Askush. Ky Zot pra na tregon që ka botë tjetër. Zoti i gjithësisë në Kur'an përmend shumë argumente, ndërto rreshjet e shiut që bin mbi një tokë të vdekur dhe prej saj dalin bimë të gjalla. Krijimi i parë është argument që Zoti i gjithësisë ka fuqi, na ringjall. I thot diçka e bohu dhe ajo bohet. Prandaj thirrje mendjes. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an se ka xhenet, se ka xhehenem. Nuk do të kishte kuptim mos të kishte xhenet dhe xhehenem. Ai që vepron mirë, patjetër që duhet ta marrë shpërblimin. Ai që bën mëkate, ai që bën padrejtësi, patjetër që do të marrë dënimin botën tjetër. Sepse nëse nuk do të kishte xhenet dhe xhehenem, i bi që Zoti i gjithësisë të jeti i padrejtë. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Prandaj thirrje mendjes. Adhuroja Allahun e lartësuar një të vetëm, përpiqëm këtë botë, se Zoti i gjithësisë na ka kriju dhe do që ne të veprojmë, të angazhohemi, të punojmë, të ndërtojmë jetën tonë në këtë tokë, por të ndërtojmë ashtu siç kënaqet i Madhi Zot. Dhe vepro punë të mira në mënyrë që në botën tjetër gjesh mirë, gjesh xhenetin, shpërblehesh me xhenet.